Para se me ja nis podcastit, kisha dashur me thonë bën e follow, mos harro se çaja është mundësia më e madhe me na përkron neve familjen e Shqipunjo që na lidh të ton bashk edhe po. Bojar, mirë se vjen. Mirë që gjithash. Me ftyrë, aty ku njerëz pa ftyrë nuk folin. Kisha pas qef me ditë herën e parë kur je rre, jeton. Kur? Me cilën mosh? U kon hera me 6 vjet, me 6 vjet ja kena nis boksit mas pari. Je në rrugë. Në rrugë? Në rrugë. Si arre rrugës na. E sa korra? Jo. E kur e ke pas herën e parë që ardh për shembull në boks? Me 6 vjet na ka çu boba në boks. A boba jo ka çu? Po. Okej. Na ka çu vllovi jam me ky molli Dardoni u kon më herët në boks. Ja ka nis me 10 vjet më duket. Tani kena vazhdu të ashtë unë ja kom nisën në boksit, edhe vllovi jam i vogli, familjarisht. Boba u kon në boks edhe vetë? Boba u kon pak në boks, po e ka pas moshën që s'ka mujt tani mu rremo këtë në Gjermani se u kon anullum. Ne u kon deri me 35 vjet më duket tani mu masanej, se di që ashtë dhe qka u kon. Tani mu s'ka goduf mu rre. Ka thonë, po tani ka thonë, s'du me ushtru veç kështë këtë, din? Se normal boba gjyptor munuj mos me na qumë boks edhe mi ikë adin për shkak domet e tëna, se unë e ditë për bobës tem s'ka pos qef na i sport luftarak ku rrukesh për shkak shnetës, që ata po më qudita, ma më vje mirë, se besoj që është mirë për mi. Boba ka pos gjithë qef më na qumë boks shkake këti Luan Krasniqit. Se shumë e ka desh Luanin, tani neve na ka qumë boks. Normal, s'ka desh as neve me alon këshu më rre, adin, veç për me ushtru. Të me thonë pa kontakt? Po, pa kontakt, veç me stërvitje, ushtrime, tani masanej, orë, trenjeri, e kom posë në trener të mirë Gjerman, Stefan Kessler ka posë emnin, ai tani ka thonë, duhet mi qu më rre, se kanë talentin për më rre boks. Super. Me sa vjetë e ke posë ndeshin e porë? Me 11 vjetë. Edhe në YouTube është. Edhe në YouTube është kur shkru një Bujar Tahiri, vjenat se... Duhet mi morë, se këmi shtia 5-5 në podcast videot, që i kishtu që i përshtatë. Me 11 vjetë, qa ke ndje kur je hi s'pare herë? A je tutë? Se besaj hera apar është pak ma... O kon, më të kazu drejt një eksperiencë interesantë. Dhe në kështë që me thonë, në parë në luft që jam tutë shumë, po tani që janë orë tjerat, masanej, atëherë orë që me thonë, e ki një, jo, atëherë u të që ma shumë. Parë në luftë kom dëgjush se kom realizu mira, se kom realizu që jam të hi në boks. Qa po vjen? Po, qa po vjen. Edhe i kom hupën e. Nja 4 luftë të para që i kom pas, i kom hupë, e tani masane i kom thonë vetit, ja kime fitu tash luftën e 5, ose kime lanë boksin. Tani kom ushtru një vjetë, e tani masane i kom fitu 10 luftë, një që shme thonë... Panol. Po, panolëm. Dhe me thonë se shumica njerëzve kër i hupin ndeshjet e para, luftat e para, zakonisht e lojnë sportin, se thujnë së të ka kur gjo për mu, të si dërzu, pse? I notin, shqitarski. Shqitarët e ka i notin, ne. Jo, po edhe s'na kalon boba. Na e kena po qatot mirën se që boba gjithë na ka ushtru, na ka ushtru, s'na kalon kur me dollë rrugve, edhe gjithë ka ngo mas neve. Boba edhe nona. Dytë ka ngo gjithë mas neve edhe s'na kanë lonë rruga. Me hi rrugve të kësia. Dhe me thonë edukatën shpej këne morë për prindve, edukatën e jashtë shpise këne morë në sport. Në sport, që është. A kështë thonë që për shqiptarë, si do mos për rinin, është një sen e mirë, mi anis me sport luftarak? Unë, se do në 2 vojza i kam, unë tonëve, fajmë dhe shumë dhe shumë. Të gjithë shqiptarë muaj veç mi thonë që një fëmin në sport, edhe sështë më thonë, s'do të me konë boksi, po mund edhe me për mu përlasë në futbola në ikon, po atë e merë fëmija respektin që i duhet për jetën ashme. Qashtu me nëjë? Edhe i kisha qu 100%. Unë për veti edhe fëmijë ku i qu në boks, ose në sport tjetër, po mu më duhet në boks, po kështu milon më re, s'ko milon.
Dhe kështu për me hikë. Po, me hi më stërvit. Po, E apo thu që qysh ka thonë boba jot, s'du milon më rre, ke me thonë më rre. Mund me kon, po besoj, se unë vetë për shot që kitë kohë që shfryzojnë sport, kisha mujtë edhe me po diçka, që shme thonë, me shti krejt këtë energji, me shti në tjetër Hobi. Hobi Se... ose projekt, ose adi me po në sen që ja ka edhe ma shumë vlerë. E nëse si shëbo bokser, që a i shëbo? Këngëtar. Refer. Jo, që me të rajë. Jo, për me rap? Jo, s'kam kur. E qa të kish ku menja, se këtë pytje e kom posë, to qa kom posë njët me të vetë, qa i shikon nëse se shikon bokser, energjin ku e këshështi? Po di valla, veç me të rajë. Unë e kom kry, në praktikë kom kry për automekanik. Okej. E kom kry 3 vjetë, 3 vjetë e gjysë e kom kry. Pasë shumë kësëm ka pëlqime të kazu drejt, veç e kom kry për... Me pas një zanot. Për hotër të bobës, edhe me pas një zanot, po. Futbol kom lu, kom pas shumë qef me lu futbol, po tani trenera Gjerman, jo dini që është, të din vetë, tani e shtin djallin vetë me lu atë futbol. I kanë ato favoritet vetë? Po, i kanë favoritet vetë, tani e kom lu futbolin shumë mirë, e kom lu, po ata ishin tjerë, tani boba dhe kur ka thonë, mos s'ku me pru bujonin këtë, edhe në boks. Në boks veç vetë ja, dini shumë në kimi hi veç vetë, e qa konë, për që ta është edhe më do këtë sport për njëve shqiptarë. Është. Po, se edhe... Pashtë jena edhe vetë joka, dhe i edhe s'munë më jalon fojnë kërkujna. Se zakonisht na ke po këshirë... Edhe s'munë më rashkje kërkush, apo kupton, s'munë më rashkje se... Nëse hubi i vetë faj. Qashtë është. Ti ki, s'ke ushtu bol, s'ke... Mu njëherë një trenerëm ka thonë njëherë, ka thonë, kur hub edhe din vetën, masin ndeshjes, që si ke thonë 100% që i luodhë, sikur, që me thonë, sikur me konë lame trosh edhe në masanej, tani dihet që vetë fajki. Po kur ki hub edhe mas bukë si smush, asë më mërë ma frym, edhe në asë ajer, ka thonë tani dihet që veç se ka desh zote, edhe nësë o konë dhe që me thonë, o konë e shkrume. Qka të pëlqen, pse boksi? Dhe me thonë janë shumë sporte ushtarak, edhe unë e vetë boksin e preferoj mas shumë të se është për mendimin tem, tash kësh mendimi jam, është sporti luftarak ma i poq, në atë aspektin se teknika është shumë e rëndësishme, edhe është dyqysh zdi, e poq. Dhe me thonë, kickboxi a ke po i silën, ka jere veç hajt me silë. Boksi është shumë i fokusu. Edhe mu pëlqen boksi klasik për qëta që është, që po thotë me teknik, do të më fokusu, do të me pos disiplinë edhe në tjera sporte, po boksi është, që më thonë, që boks ko që Sovjet qenë që 100 vjeta, që 200 vjetë. Shumë i vjetër sport. Shumë i vjetër sporti është. Për që ta, unë ka pëlqy gjithë boksi, po na kalzova ja kena njës prej bobës. Po, a i ka dosh boksin. A i ka desh boksin shumë, edhe i ka njek edhe këta boksirat të vjetër, Aziz Aliun, ose Gjevdet Pecin e këta, tani me ko orë këtë në Gjermoni edhe Luan Krasniqin, Legjendën. Besoj boksimi ma i njoftën shqiptar, a? Ma i njoftën, po. Jo, qashtu është, e vërtet është. Sa ka ma i të njoftën, e di që kjo e ka arrijat nivelin edhe Gjermoni. Që unë të kalzoj, na ton boksera, veç aj më do që rren, unë fa shpreja, na ja kena njës kejt boksit, veç hotër Luan Krasniqit. Se ajo konë të që me thonë, për njëve shqiptarë konë një shembo, prezent, o konë heker. O konë i matë, nuk o konë kështë lafazan i malë që thët, në këmë e bose, mu së më pëlqen boksi. Gentleman boks o konë, gentleman respekt ka pos, po. E mu që ajo më pëlqen të të se kom po për shembull të ki ato tonën e ki atë je i nëzec para ndeshjes, unë e kom këshyrë senet e kom për tilë, po mu më pëlqen që nuk e shkelat far limitin veç me mborë vëmendje. Se së më pëlqen, se mu klasa më pëlqen të boksiri. Se dikush që i full shumë edhe me fitu dyqysh mu për veti, se dikush po që... Jo, e vërtit, halal të gufë, qështë është. Njerës të motën, ma shumë më pëlqen. Duhet me konë që qështë po thu ti me pos në limit, zba me të prua, edhe unë e kam qef
Ju me po shoh, po unë për me jam në vete jam pak nervoz. Kur shka aty, se çështë do të me kongra, do të me ditë për çka po hen aty, si të hi morre për me lujt, po unë jam marr edhe për me kur hupi, adin me hup, çu më thon, me pikë tana ose knockout s'osh kur gjë heq, adin s'osh çu më thon. Nuk jet hatri. Nuk më jet hatri, po. Po problemi është kur më shku aty që s'kom ushtru, me ditë vetë që s'kom ushtru edhe si kom kryu në punë para ndeshjes, s'ki që lypë atë në ring. Apo kupton? Pse sa në bëtu me thonë... Po dhe... Kumetëm, qatë më thonë? Per kurtin tjetë hatri, mos me ushtru bol kurtin në ring. Ja, unë veç dishe më thonë, kur hi unë në ring, unë e di 100% që kom ushtru edhe i kom kryu krejt sërët për para, dhe në për ushtrime, ose... I ke dhonë 100%? Po, i ke dhonë 100%, kur hi atë më nëra. Unë me ditë vetën që jam i smut ose në sen, unë i thamej, unë s'vjetë më rrese, unë s'mëj me hup ftyren tem, ftyren e kombit tonë, edhe ftyren e familjes temë. Respekt. Që kjo është që kam gjithëherë në krye. So, që është je për momentin me rekord? Që është ki rekord? Në profi i kam 20 fitore, dhe asë një humbi. Bravo. Sa vjet i ki? 27. I gëzëfsh. Dhe me thonë e ki koqa, so në më canik jenë edhe në 27 i kam. Dhe me thonë në respekt, e ki halon e një të arme. Besoj 27-8, non është mosha ideale për po, deri me 32 që tërë. Se se di, mos, 100%, Felix Shturmin. Po. 45 vjet i ka, 45 vjet edhe halo rret boks, sikur... Boksis dvet sa mosh, boksit dvet sa qyshe ki... Po, qashtë. Qysh je me mentalitetet, qysh je pëse... Për domin, a menon e herë? Për domin që e merë gjatë boksit? Me të kalzu drejt... Ti si familjar, apetin? Me të kalzu drejt... Shpesh e kom pos, qysh me thonë, kom menu për këtë tem, po problemi është deri që tash, s'kisha mujt, s'maj me besu që unë edhe kur do të me lanë këtë boks, këtë sport, ose... E kam shumë zorë e kam më mdoket njëherë për njëherë mu do për këti sporti. Po e ki pasion, a jeton pësojna? Unë edhe jetoj pësoj, po edhe për sponzora, ose pas sponzora s'kisha mujt se boksira, boksin Gjermani, s'osh më që shokon atërë në kuën e Luanit. Tash, pas sponzorat s'ki shans me shku për para. S'kishe pas shans. Po normal, që ti duhesh me jetu dhe ti piti shkafet e ki familjen. Unë edhe punoj edhe me familje, punojna me familje edhe bojna edhe shkojmë për para, po boksin e kom morë, që më thonë, se profesion, edhe e kom morë, sikur me kom punë, e tash du me vazhdu edhe një 2-3 vjetë edhe që ka shkru zote mu po kampion botëror. Qa është qëllimi? Qa është qëllimi edhe kësmet kena me arrit. Shpresoj, që ato kam adin në kry në fokus gjithëherë edhe tonë që e këshurin boksin, shuhen që ta na i bojmë për me arrit qëllimin. A ju tutesh, jo më tutë, se më tutesh fjallë gabume, a mendon për para gjykimet e shqiptarëve, se te a ke po shqiptarët janë gjithë shumë shqiptarë, janë gjithë mas njone desa të ka fiturin. Si të hup një herë me herë, kena qef me ju gjuhë. Qashtu ka ndodhë që tash të një shok i jem që orre në Angli. Po? Tonë e kam përkro... Po, me Vitingirin. Po, që ka po. Orre me tonë e përkrashin, unë na ushtojmë këtë në qëtë saltë ku jem që tash, ushtojmë bashkë. A, okej. A në Gjermani është se... A në Gjermani është të në Landau. Jetë me mu në Landau. Unë e një pëqina fëmi Benjamini. Benjamin Gavozin. Tani jemi ka ushtru këtë boks, o konë i pregadit, a unë besën, halo konë jetë së konë i pregadit që që konë qëtash. Shumë i formë. Shumë i fortë, shumë i formë, edhe unë e vetë këmë besu edhe tonë dhe i këmë thonë, para meqit këmë fitu. Këmë fitu, edhe kë Vitikiri është shumë i fortë. Shumë gure është, po problemi është ka edhe eksperiencë ma shumë. E ka eksperiencën e tana i ka po, unë e kom po që kë Benjamin është i ondë, dhe kupton, bedon
e don këtë sportin, nësha edhe duplu sa unë. E don për me, çdo bokser e një çdo bokser edhe është familjarisht e ka jetë boksin. Tani ndodhi humbja, s'është kurrë gjë për ç'më thon, ajo është normale në sport. Çdo bokser që janë konë më të mëdhej kanë humbë. Muhammad Alia, Mike Tyson e ton kanë humbë. Tani kur i kom po komentet bashkë pe shqiptarëve, pe kombit tonë, morë, të merë, mi po. Aja është si të është të pusht edhe herë me shkel, me nënçmu edhe pak. Shumë pa lidhje është, se aja është ose mos e përkrapi i fillimit ose përkrahet që shdohet. Edhe nëse hupti. Ti ai klubet e futbollit më të mëdha në botë, hupin e fitojnë e shkojnë apet sa apet nuk jesin. Qashtu do të me konë. Edhe për sport. Kur je fans i dikoj që më thonë, kur e përkrau dhe kanë, në përkraje 100% ose heq. Benjamini e ku karakterin e fort, për që ta unë e di që si interesan shumë, adin, po problemi është apet se apet. Dhem, po kjo zban me ndodh, apo kupton, kjo zban me ndodh. Ose unë e kom di qëre, se zdi son njerëz më kanë shkru mu për to. Unë e di 100% edhe unë kur bëra ki hupin në herë, që ashtë tonë ka me shku edhe për mua, po kupton? Edhe qaja mu më ka prek edhe tani e kom postu diçka në internet, edhe që po... Po ta shedin, kush të përkrau për e me, kush full kër? Unë ashtë që me thonë, e kam karakterin e fort dhe s'u prek, s'mune njerëzit, unë po si marë në zemër, edhe unë e di kush kush është nga të meje që u më dënë, edhe që së më dënë. Unë e di që zote më ka që një, që me thonë... Ndjenje, po, kur e shot dhe kanë, ose kur flas pak me to, e di që është... Qfar tipi është, qka konë kry, po, intencionit, po. Po që ato kanë edhe në di shumë mirë që apo me nënësit. Dhe me thonë, edhe nëse ti a jep respektin, se ty na nuk në gjijëm shumë gatë, është na në bos internetit, gjina po në herë e krejt, po me herë e kom di që i shumë djallësh, pëse se i pikë spori, i e shumë falenderus, e kom posë qpesh, regullisht poston ju falenderuash edhe sponsorau, edhe njerëzve të rrethit, zotit posë po, edhe është një sen që me herë e kom po, wow, janë të rollë njerëz që janë kaq falenderus, edhe nuk i do këtë vetja, ku me ditë kush pse mos më falenderuane, po e ki ato edhe falenderimi është forma ma mëdhja e respektit, ndaj zotit, ndaj tënë, edhe më ke pëlqy si tip 100%, kom posë gjithësysh edhe unë me të përkronat mënyrën qysh dhe sa ku shkën, se zdi, në ditën e sotit njerëz kanë qef veç me kallëzu atë onën, unë jam dikush, unë jam dikush, pak me kallëzu dash një menojnë që bëhen ligë. Po nuk është ashtu. Kur është puna me koni fort, na jemi të fort. Qashtu e qatë menimin e kam une, se kur vjen puna me kon i dikushi, të një bona. Po... Ju kuzdohet edhe zban me qu vetë në hoja. Po këton, zban me bo kisha unë jam dikushi, po se... Qaj është? Qatë shpejt që do këty vetë që je dikushi, apet bjen edhe je si kërkushi. Po këton, tani, unë veç, kër i postoj qëto sene, që i falemderoj sponsora, zotin, familjen, shokët e tanë që më përkrojnë, këto janë veç e vërteta, dhe nëse pata, si kisha orë në këtë nivel ku jam unë sot. Për që ta, unë gjithë herë këtu sene i kam kryu. Unë si harroj, pse kom arrit. Unë si harroj, pse i kom arrit, kom arrit ku jam unë sot, dhe këtu ku jam unë sot, si kom arrit veç vetë. Ane i kom pos disiplinën e këtu, i kom pos vetë, po përkroja është shumë e rëndësishme për me arrit në sport, ose që me thonë, në çdo aspekt me arrit është përkroja. Ja, thujnë, njëri i furt din shumë, njëri ma i furt në gje shumë. Kështë që me pas kontakte ma shumë, ma i furt bosh. Se të vynë përkroja. Të vynë që sënë në bënë kur gjohë vetë. Dhe musu më zanja, ka i në anum. Dhe në pikë
që mund është me bo vetë, a dikur s'oni bën vetë, sidomos në sport, kur jeton pisojna, Po. Baba jem njëherë na ka thonë diçka, se tonë që njën babën, është shumë kudur. Po ai ka thonë, pa nonën e juve, s'kisha mujt mi bo krejt këtu sene. Se s'kish pas kush ju këshyr juve, ose adin duhet me konë gjithë herë se ku teamwork, duhet me konë gjinënës. S'prish punë. Duhet me konë... Podcastit edhe aeroplane me hiqë është pjesë e vetjet, s'prish punë. Po, është që me thonë, duhet vetë mund është mi po senet, po me konë... Deni pik, se s'mund... Deni pik, po tani duhet mi pos njerëzit, se bashkë këtë sport, bashkë në boks, që se ki shpinën e fort, që e kem na qëtash, mas një kohë, që unë që 6 vjetë jam në boks profesional, edhe në të re, qëtash na u ka bo, që me thonë, qysh duhet, ekipa o bo qysh duhet, edhe në qash karaltole ja ka njës, trenerën e kam, sponsorat i kam, i kam do shok ngusht, i kam, familja është përkra. Sistemi i boksit, qysh atë pëlqen sistemi si sistem, se tash që e ke bote ekipin që po thu, e kam ekipin e krejt këne ne, ku vjen një pik që thu mo nuk më varet pi ekipes, po më varet edhe pi kontakte, më varet edhe pi fatit, më varet edhe pi shumë sene, se boksi në di... Pra shtë që se ka shumë që shuen ondra, ka shumë njerëz që shuen ondra, edhe unë vetë i kom po që do ondra, se... Në aspekt të mirë ondra, ju në atë aspektin që shtojnë na ljemë më përshe ondra, po i ki ondrat e tu mi në qatë aspekt që më thu shojnë ondra. Aha, okej. Se unë vetë kom po ondra, edhe kom thonë kur janë nisi boksit profesional, marë pare, anej, nej. Kumë rrej me të livarnie. Po, kumë rrej, kumë shku, është një rrugë shumë e gjatë. Për me arrit atje, ku merë pare, mas pakti një 3-4 vjetë, kemi punu, kemi ushtru, kemi rre pa pare. Tani deri një njësë me mërë pare, që me thonë, është hap mas hape, edhe që du me thonë, edhe bashkë të Gjermani, se me kollë Angli ose në Amerikë, është qeter, po në përflasë për Gjermani, se këtë Gjermani u prish boksi, s'ka bo ekipet forta. Unë jam konë të në ekip të Agon Sporte, është, që me thonë, promoteri ma i fort në Gjermani, po jam do që është peti se s'ku me për para, s'ka funkcionu, s'ku me për para, e kom po që s'osh kur gjithë që jam do. Tash kësmet të këshyrum qysh kena me vazhdu, i kam do plane tani të këshyrum. Tash jeti në atë pikin që e ke bo ekipet qysh po ki qefti, dhe me thonë shpinën e të nav, ku qa është hapi tjetër tash? Te kemu e kini një ndeshje që tash me 13-in, tjetër një? Me 13-in e kam të Prime Time Promotion, ndeshje këtu e Stuttgart. Që e presëm krejt shqiptarët edhe sa do mos edhe nëse s'vinë, se do pitona onve bile me përkra, e pres unë që shpresujmë se si kushton kërkujna me përkra njën tjetërin. Qaja është, falimderit shumë, respekt. Këtu me 13-in, tjetër një? Me 13-in, familja Krasiqi, nipi Luanit atë ku morre, unë do shumë shqiptarë që i kena ndeshë. Shumë Kote krejt shqiptarë janë. Edhe boksierët fort, jo, mësë vetës rejëm. A është princip? Mos më rejnë njërë me zvetje me shqiptarë? Po, na e kena që shumë thonë, i natë ja kena. A vetë se vini pi klubit njëjtë? Jo, heq. A vini pi klubit ndryshëm? Për ndryshëm. Unë e kom pasë një herë, që më thonë, më kanë vetë, apo du më rejnë me një shqiptarë? Këtë thonë ju? Kom thonë direkt jo. Se ka boksera sa dush në përbot, më shmë rejnë me kanë dushë, po sa është nevoja më rejnë na me zveti. Së është dhe? Së është. Po. Së është, absolut. Përderi sa nuk jeni në atë nivel bëtnur për titullin, që s'ki qare pa rejë, se dikush duhet, as unë së shë rejë për shemë, se më duket palidhja. Ka këndërshtorë bëlla. Qaja është, po edhe normal, musë më ndodhë kërë që kena, ka thonë në shqiptarë, unë du më rejmë me bojarën, ose jo për diqka po që jena shqiptarë.
Unë në amator jam rrej me shqiptar. Se aty na ka, që më thonë, s'ke mujt aty Edhe kundërshtar s'ke pas duhet po, më po duhet më rrej, ai i Bayernit, unë i atë këtë Rajna Falcit, e tani po duhet më rrej. Qa është seni më i mirë në boks? Përgjithësi, si ndeshje, si pregaditje, si në ekip, si në tëna, qa është seni më i mirë që të pëlqen boks? Më i miri sen në boks që më pëlqen mu është që je gjithë në formë. Adin e ki shnetën, e ki trupin adin në formë, edhe disiplina. Disiplina qëto tria janë Respekt, që më pëlqen shumë. Shumë pikë mirë, pse se shnetën njerëz, sidomos të na, rinia, njerëz mendojnë që sporti duhet më bë për estetik, mu do këtë mirë. Jo, nuk është sport, jo shnet. Që pa po sport rregullisht minimum një dekad vogël tjetës, nuk e din çfarë përfitime ka sport shneta. Mirë që e ceke, shumë mirë bile, se na shtashuaj njerëz të thonë, okay, po disiplina, ti edhe unë e kuptojnë atë disiplinën, se e bojnë atë sportin rregullisht. Më varet tash çohesh mëngjes edhe nuk ndjehesh hiç me bë sportin. Çka bën? Unë e të kallëzu drejt, e kam sikur smuj me bo 2 herë në ditë sport. Unë mos me bo sport, dhe mos me ushtru 2 herë në ditje, smuna. Si lloj depresioni? Depresioni, në kry prishna. Përse ta, normal, s'kam shans pa, që më thonë, s'ka ditë që së shtroj. Edhe që jam i smut, po tani e këshyri veten për mos me, që më thonë, mos me mi dhonë shumë për sepri. Po, veç pak bile me bo diqka, sa më ndze pak me më njërësit. Po, ki dhe ti najdit na herë që thu, po pretoj? Zdo dit. Ama apet shkon? Po, apet po dohet me vazhdu, për mos me hu ftyrën atë kur jetë të nërri. Po, edhe disiplina, a ka po ndjesh ma mirë. Në herë thu, okej. Qa ja, masane e thu, mirë që ku po, mirë që shko. Mirë që ku. Qëka është senet që do në mas pak të në boks? Të e the aspektet ma që do në mas shumë të? Mas pak të që? Me hje kila. Me hje kila? Po. Po, okej. Si që tash, unë e rejna në kategorit mesme, dhe në 72.5, e tash do dhe në tjetën të premten, mi hjek një 3-4 kila. Unë s'kam shumë, adin se ka njerës që hjekin ka 10-15 kila. Unë që tash se, unë kom hjek shumë amator për me hjek kila. E tash... E ke mësu edhe trupin? E ke mësu trupin, e para, a unë beson, asë unë beson, trupi unë mësu, kur e din, kur e kom, që më thonë, datën, kur e ka morre, në boks, trupi unë mësu me hjek kilat ka edole vetë. Në tjetën të premten, i kam 72.5, automatisht. Vetë mësu, që më thonë, që unë kur ja kom njës boks, ja kom njës me 95 kila. Me 95? Me 95. 95 dhe me thonë të këke mbi pesh, absolut. Edhe me shnet edhe me krejt. Unë jam 1.78 i gjatë, jam konë, që më thonë, sikur Rëmullak, jam konë... Doktor Rëmullak. Po, Doktor Rëmullak. Tani, ja kom njës, ja kom lanë nërë boksin amator, ja kom lanë, tani ja kom njës me 100 kila, me 95 kila, jam re, e kom pas profi debut, i kom pas tani, e parë luft me 95, dytë me 93, e tretën me 87, e qështu tani kom rao, dhe në 72. Tani që tash që një 3 vjeta, 4 vjetë, gjithë 72.5. Kur se kom lujtë, edhe këtë më do këtë mu që... Ndjesh mas mirë ti. Po, qështu, e di vetën mas mirë, edhe dëkun edhe djetë që jam i disiplinun që s'kum lujt me që 3-4 vjetë me kila, me pesh. është interesant, dhe me thonë e nxeh trupin shumë mirë edhe trupi vetë nxeh. Qaja është shumë interesant, unë vetë kom po, si të kam datën kur rejna boks, automatisht trupi i jep qëtër, që më thonë, edhe unë po edhe trupi i jep... Kur jena pas më të herë? Në qëtet para një muj e gjys, a kur? Sa një muj e gjys? Një muj e gjys, po. Kur të posh, ma kalëzove po, kur the vlash, ko jëmë trosh për momentin, a mo hiko shumë shpejt. Për një muj apet në furmë janë. Qa ndodhe për një muj ke në furmë?
Me thonë, a ditë që të kom po, ke pos kogja shumë kom pos, borgun, jo, jam kon. Kom një trosh, ta shpejt e ke hup. Edhe që është shumë interesant, se qyshe ke thonë që ashtu orë, dhe me thonë gjetë trupin qyshe. Unë e kom di se, kur rena boks, unë se marrë për kështë hajgore. Po e marrë për me shumë serios. Edhe atje kur jam, kësme kemi orë me neve atje në Stuttgart, kur rena boks, e shë edhe në kabinë, unë s'jam njeri që banë hajgore atë para bokse, s'kam qef shumë me kesh, se është puna po fokus edhe është puna serios, odin, masa nej, se tonë e din, unë jam njeri që banë shumë hajgore, odin, edhe, po, kur është puna me konë serios, ose kur është puna me konë, po tham heker, jam normal, do të me konë, do të me bo klik në tru, se kur është puna, ti kur nuk hup veç për veti, ti edhe normal që pak edhe familjen e ki edhe sponsorat e krejti, ki qef me fitu për të tonë, sidomos për shqiptarët, se ti që i edhe patriot, edhe është në sen shumë interesant. Që the ti para boksit, qka menon pak para se mi, kur t'ecë dete ringo, qka menon? Unë, nashta, dhe qishë pak pa lidhe me thonë para kamere, po unë i kom thonë vetit, anë gjështu e kam tradit, unë i shumë agresiv, e shoj kundështarin, është të pak atë në pa lidhe me kazu para kamere, po që kjo është po, rituali jam. Unë jam, në qatë moment jam në gjendje me mytë njëri, i tham vetit i tham që unë atë këmë hi, se edhe aj, unë gjështu i shti vetit që më thonë, siklet, edhe i tham vetit edhe aja është të hi, më mytë mu, për që ta unë hi atë, se realizoj heq, kush është majtas djathas, po e kam që fokusin veç me hinë në ring, edhe me re, me bollamat kundështore. Njëjtë, po njerës nuk e menojnë në sen që jo veç boksi, po çdo sport, një goditje e gabume me të rrugë, mund të lenë ose sakat, ose mundet me të mytë komplet, dhe me thonë ko raste bëllë që boksi është boks, apëtin. Edhe njerës menojnë që aj po him, po rejët, po merë pare, po nuk është se në qatë moment kur të hinë në ring, e në nëshkru një kontrol që mus me dojnë, më korë, edhe me dejtë. Edhe nuk e koptoj njerës, që ata do të me edhe e koptoj pëse thua e hinë në me atë mendimin që edhe. A i do të mu me mujtë, edhe në ato, edhe është qonsa që dikush nuk del gjallë mu. Sidomos të boksi, se boksi është pak im sheft, në atë aspektin se boksi të rogë, truni se e tënë, se ki ma shumë energjin e ki ma të ndryshëm, kur të rogë, se kur të rogë për shemull ashti, kur të rogë ashti e ki veç që tu pjesë, që kur të rogë durza boksi ta rëtullon krejt trunin. Po, e vërtet. 100% qashtë është që po thote, se nashta me durza, shijet, që me thonë, shijet, ashtë po mrena, e ki se masë gjithë shparingo, ose edhe në ushtrime që bojna shparing, ose në boks, kur rejom, mas boksi, s'ka normal, që me thonë, s'ka boks, ose s'ka shparing që së dhem kryt masanej. A javlin? Për shka? A mi javlin gjithmonë me boket sport edhe me dojnë me dhimbje të kresë? Normal s'javlin, me të kazu drejt s'javlin, po na e kreqët budallaki që ja kena njës këri sporti edhe s'munë mundo për ti. A menon ka i heret që ndodhë nëse ndodhë diçka keq në ring? S'menon ka? Jo, s'menoj. S'ko ven për atë mendim? S'ko ven. Se kur janis ashtë, ma mirë mos me hi heq. Po, se është edhe një aspekt që du me thonë për këta, për rinin, ose për tonë që dojnë me janis këti sporti, kur hinë atë me dy menje, jo po tutna, jo hajtë po hi, ma mirë mu se heq. Ja, he atë i fokusum, edhe me, që me thonë, si uan, 100%, me shku atë me thonë, në ku me hi atë, e ku me shkatru krejt kundështarin, ose le krejt boksin. Se kjo boksi s'ka, që po thotë, s'ka ven, për atë menim, a i qabat, a nej, a kënej, po do të me hi 100%. Se kur janis, që ashtu me, jo nashta më e mu rëdzu, nashta hinë knockout a najsen,
tani kanë me ndodhë që ato sene. Ato ndodhen veç kur menon për tu. Lloj manifestimi. E ti manifeston shumë para se me pas ndeshjen. Po thëmë, për shembull, ka statika e studie që tu menu para se me filajt ose jashtë ushtrimeve, veç në mendime qysh me bo box, ose qysh me bo lëvizjet, përfitojnë shumë pisojna. Dhe me thonë, forcohen edhe bohen ma të mirë normal, se gjithë s'ka fillon mendje, a manifeston ti, dhe me thonë, normal që shumica njerëzve manifestojnë një mënyrë, jo lutën Zotit, i japën forcë tek ne anej, po a i vizualizon ti senet, para se me flajt, ose para se me shku ndeshje. Tash për shembull, e ke bo një trening qëtu, edhe në shpik kur t'je i mshel syt, veç se shembull, edhe i vizualizon që ato ushtrime që i ke bo dhe i herë për shembull, kombinacionet. Ka shumicën që unë që është që një vjet të gjysë jam orë të këtë treneri i ri, se më heret ku ushtru veç me familjen, edhe me vllazni, që jam të kë, tash që është vizualizoj senet të shpia, këtu senet që pi ushtrujmë këtë, janë do pikë të vogla, se tash veç me të rajt, që unë rejna 120 box, kësë mundet me mi bo teknikat, edhe krejt me më mëndru si bokser. Po kë mund me mi kazu të pikat vogla për më bo edhe ma i mirë, ma i shpejt ose ma precis. Qëto sene unë tash se e di që janë esencial, që më thonë janë umdohen pa tjetër për me arrit në atë nivelin për më bo bokseri i botror. I vizualizoj, po na edhe tash mas kur i kemi luftet, kur e dim që kemi tash morrem me dekan, e këshyrëm na me trenerin bashkë, këshyrëm boksin e ti, këshyrëm ku i ka... Bravo, që të dorë të me të dollët. A i analizoni senet që farë stilit boksit të ko? Na e ka televizorin e kati, na i ka televizorat, tani e qesën boksin, i këshyrëm tani boksin qyshe tek anë e kënej. Tani kë, normal, treneri vet i këshyr, tani masanej flasëm na, qysh me bo, qa me bo, kë tani i shkruun se, këtë treneri e ka një të mirë, që i shkruun planet, krejt i shkruun anë e kënej, duhet tani që ato senet që i ban a i keq, na provojmë në që ato pik me rokë kundërshtarin, po. Qka është simbos të pika jote ma adopt s'po vetë, se mundën me po njerës... S'kam pik adopt. Bravo. Qka është, dhe me thonë, dopsia ma e jote s'ki dopsi në boks, po qka është forca jote ma e mira në boks që e ki? Për mendimin tënë, apo me shprejo në mendimin që kompote ti? A më të kalzonë? Jo, ti më kalzonë mas me se në bos që komponë video, që shi kom analizu videot, mu më pëlqenë shumë shpejtësia jote, dhe me thonë shpejtësia reflekset, i ki nivel, që kom po me i herë që, wow, respekt, edhe je i letë në atë aspektin e shetë që nuk, mu më duke që e di mas mirë të se aty, më duke që nuk ki presion shumë, po e dënë, e bënë me zemër, dhe me thonë, edhe kur të rrugë, nuk qëtë pitoktit, po... S'kam që a thamë që ashtë është, krejt që të pikë, edhe unë ti kisha thonë, po, edhe në që të kisha thonë. Veç, normal, me thonë, se e kom bo operacion dorën, ta shte këshurim njerë në qitë meq, se unë s'kom mujt një 3 vjetë, 3-4 vjetë s'kom mujt me rokë këndështonë që shkom deshëne. Të kalim? Se e kom pos lëdhim... Qa ke pos në dorë? E kom pos ashtë në Krist. E kom pos 3-4 vjetë që shtë në rej box. Tash të këshyrum, se ma kanë hjek atë spiren e kanë hjek. Tash... A ke lonë më shnush bëllë? E kom lonë, 6-8 jau. Se kom lonë, të ka zotë, se kom lonë. Se kom lonë që s'dojnë. Të ja bo vejtë të rafshë, kom lonë, më mira. Ja, se një 6 jau s'kom vesh dorës. Po, jo veç për me vesh dorë, se mjeke ka thonë mësë me prej korë gjëheq. Po, dhe që gjena na. Bo, kësi klimcygë, sleka, adin tana e të i bo, veç dorës s'kom vesh. Në kryë, kom shti, mos me vesh dorës, mos me rogë boksin, o thesin, anasen, veç me boksi, boks ka pak adin. Deri shrushë dora. Tani, kërë kom po dorën pak ma mirë, tani, apet ja kom njës mi hitin, tani, apet kom po së dhim, paka nej, kënej. E qëtash? Qëtash është mirë. Si të mobilizoj mirë dorën,
është su më dhem. Po, si ti vesh i duar, që është direkt. Bu të kalzoj... Pa mundësi. Pa mundësi, o më dhem. Ka më dhimt. Po, mi mobilizu dur, edhe mi po do... Ajo në të rëndësishëm zemjet. Se shumica njerëz... Patjetër. Unë që si budollo jam kon vetë, të kalzu drejt, që unë veç hisha atë, ajtë s'ka gojla, anë i kënej, po kërës janë nervat edhe trupi kërës oshin nxehtë, mund edhe me ndodhë që shumë shpejt shkon knockout. Që me thona, drog, bokse... Se ki edhe adrenalinën në Se ki adrenalinë, bo. Qarkullimin e gjakut e... Tana që të janë aspekte, se unë vetë e unë kom bo sparring me shok, që shtu veç jam hinë në ring, tani kur më ka rok, e kom, që me thonë, kom mos tjera ndinjet se kur jam i nxehtë. Kur jam i nxehtë, adin s'ka njeri që më rëzonë, adin që shtu e tham betit. Po kur i që me thonë, kur së pregaditesh mirë, është pak puna... E gjak nxehtë, a je? Jam deri të kon. Varet për çka. Varet gjithë për çka. Dhe në që me thonë, për çfarë të Fjallët atë lëndojnë. Fjallët më lëndojnë veç kur janë anën e familjes. Se për diçka tjetë kështu... Me të shoh dikush që të, jo që të, përthojnë atë djenë naj kafe, dikush edhe, përdo mi ma të forcat, edhe të shonë. Atë qëtë pitoktit. Me të kalzu, qërë, unë të kalzu drejtë, dhe? Jo, si të malan përgjigje. Deri dhe kun ashtë ajo, po, kur vjen një pik, kur, që thot, boba jem, kur mushet puse, kur i mushet puse, tani do të... Se zakonisht njerëz që miren me sportet luftarak, kanë përmbajtje të mëdha, nuk reagojnë shumë shpejt, po na si shqiptar... Unë e kam për familjes këtë, që me thonë, gjithë na ka thonë baba dhe nona, kur mu që njësni, respektojnë gjithë kanë, tana, po kur e të pronë dhe kush, ose kur do me të shkel dhe kush, tani ka zoj kushia, tani mundesh, që ashtu qëtë principe kam edhe ka të shkoj, se unë e sem njëri që e shonë dhe kanë, ose fullkesh për na i kanë, edhe kur fulli na i sen, të ka zoj në sy, edhe të ka zoj që më tonë dalë për para, edhe të ka zoj, që si farë tipi jam mëne. Po thamë, umnjojmë shumë njerëz edhe besoj që ata e din që si tipi jam, edhe që s'jam tu shitash men para kamera. Normal unë për më shoh dhe kush, vllau jem është krejt tjetër. Vllau vogël, po. Ai që ke po ti, po që ke po. Ajo është ma i... Përshëndesëm. Po, përshëndesëm Aldinit. Ai është A vllovi vogël është ai? Ajo është i po, ma i ri. Se kështu ma i madhë. Njën 86, so, po është ma i... Po, ajo është... Dhe me thonë, ato më se shonë se... Ato ku përnime. Ato me shonë, ai... E që luft. E kam një vlloh, se 3 vllazënjim, ajo është ma i urtë. Se kom po ato, asë në video. Jo, ato si ke po. Ai edhe s'përgjon shumë e neve, se ai ko sy të kaltër i ko. Ashtë ma i vogël? Jo, pak ma i gjotë se në me trup. Jo, me vjetë? Jo, 30 vjet i kaj. 30. Ajo është ma i modhi për një. Ma i modhi. Se ke postum do këtë kërkon nërë se kom po? Jo, s'ko Instagram. Okej, dhe me thonë, ajo është jashtë rjetë. A mirët me boks aj? O kon bokser edhe aje, në amator o kon bokser i fort o kon, po tani dhe kur e la boksin, tash ka nërë po thot pianisja pet, po nërë do të mi hjek kur që do kila. Normal, është. Unë e vetë kur s'jam sport, adhe që me thonë, kur me laun tash unë e boksin një muj, mos në ushtru heq, ti më njoftë kur një ditë mo. I bajnë 95 kila, 100 kila i bajnë, se shumë ha. A kështu, a për cilë ushtimin? Të me thonë, a këshyr, a ushqehesh mirë? Qëtash para ndeshjes po, kur me të kazu mas ndeshjes e kam si ritual me shku në Burger King. Po ti ju një herë, së një herë kuptuhet, po përgjësi? Jo, kanë qërë, përgjësi unë
e këshyri, edhe këshyri që ka ha, këshyri për me hongërën që më thonë, më kogja shneshë po, ose me të pru me këto fast food e këto, ka njerë hajna, njëherë njëllë, ba ki ha diqka, po e këshyri por mos me të pru. Po së shumë, njëherë njëfë është thonë qi dej. Po, si që më thonë, për dënera, e këse, mu mos s'ma mushin menin. A në më mirë kam qef më shku tani me hongër diqka, Bëga, najsen, steak, najsen, po këtu dënera kena hongër për stepi. Këto kena në gjak dënere. Edhe këtë nere, po kërina kontri i lirë, dënere me 3-4 erë shkojsh i mush e brit bëgë edhe o krit. Amo dënere nuk është edhe shumë i ke, vesh buka që është, dënere është komesh, ko... Jo, është keq, ma mirë është se ku Burger King, McDonald's, bos koncentratëve. Une, qa u bëqem mu që tash është këtë Gjermani që kanë qenë shumë shqiptarë kësi furat bukës me bëreka e qëtu, adin me manti, edhe të në landau e ka qenë njoni që është i në shtatim do këtosh, se di. Shtati? I në shtatin, në shtatin. Kështë i shtatit që e ka qenë furë, ku e qenë i shtatë furë, se të na janë 3-4 më na. Po, dëna që e ka qenë një, edhe është të jetës, edhe adin kush... Shqyqyr zëti, po. Edhe adin kush janë ata që shkojnë mas shpesh atje? Gjermanët. Po, a? Gjermanët e mushin aty s'ki që, që më thonë, s'ka vend për me jetës, qatë shumë që Gjermanët aty... Po e dojnë Gjermanë buke. E dojnë buke në nëzete, a ke po në bekaraj Gjermania i ka 30 loj bukë në ndryshme. Po, shumë interesant është kja. Edhe mirë, shqyqyr. Na veç bukën e borë. Amo me një ka lëhëll, nuk është edhe shumë e shnejsh me bërë këtu se ka brëm shumë. 90% për shqiptarëve se ka mo zorën e qorit për qatë. Po, veç pi buke e ushqimit, që se kontrollojnë. E qka para ndeshjeve që ushqesh, mas shumë të qka hanë sene me proteina? Orez me mesh, ose patate me mesh që se sene. Une, na se familjarisht e kem që hajmë shumë shpageta, makarona që se. Po, gjithë shka, gjithat, po. Nona i banë shumë të mira, edhe gruja, po nona... Si dur të nonës, nuk buka nuk bëhet. Aja këtuet, ato sënja më hujna ke kuj. Po, këshyri për mi posë shumë tonë edhe proteina, po edhe kohlenhidrate me posë. Karbohidrate. Po, me posë energji, edhe për atë kërëhi ndeshje ose... Para ndeshje sa hanë? Edhe ushtime. Ha nja 5-6 orë para ndeshjes, se e kam të qysh sistem, se kom bos shumë luft, edhe në amator kom bos një 80 luft, tash një 100 luft i kom bos krejt dhe që tash. Kam të qysh sikur është, që me thonë, sikur ritual, 5-6 orë para ndeshjes samo, e tani një gjys orë, ose 20 minuta, 10 minuta para boks, sikur të ora shumë, e tani e hone banan, gjys banane, do hurme, para ndeshjes? Po, para ndeshjes, 10 minuta, 10-15 minuta para ndeshje, edhe tani e njim vetin shumë mirë. Të shtë e kom posë dhe qëtash. Qka hanë që të 6 orë për para? Orez me vesh? Orez me vesh, ose kësi të kinezi. Këtë kinezi kam qef shpesh më shkojnë mërë kësi... Po, heqë, po, pull me... Si shpageta që... Po, si shpageta, makarona që... Nudlës, ty besi ti shqip që shqip, si në mësuna dhe... Qato? Amo e, fashti. Qato? Puni me këtu janë. Falem e dirë shumë, se... Nga knaqen. Kolt. Hurme me orë, blueberries, edhe shkojna pak të produktet, kom pregadit i qka, se kom ditë që e jetë u pëkila për momentin, Delisi. Në kom pregadit një protein shake me produktet të lisi. Pas keme na knoq. Me tomel
pa e nyrë, për shkak se disha që je për momentin të hup killa pak para ndeshjes. Qa kena në to, kena proteinën, L-glutinën, më thonë protein normal, kuptuhet, pulva, pa sheqerna, pa kur gjo. L-glutinën është për nerva, është pjesë e kreatinës përgjithësi, në Baustein, s'po di shumë e thonë shqip. Një copë, po. Që përmbon vitamin C për sistemin imunitar, kreatin edhe kolagen për nyje, dhe rëndësishëm edhe për boksera. Një lukë gjallë kikirikut, po të kalzoj që tash, ka pak më shumë i nyra, ama pashi është komplet natural, në është ta sprish punë, pasë i eftu... Sprish. Për ty... Faleminderit, Më prevu se bashkë më intereson apo ta kona, se kë protein shake nuk e ka... Ko që po duke si kër vanile dhe qka? Po, se është vet i bordë kë protein shake, ama e kom me gjallë kikirikut mu ma kona shumë, së nda cupat kikirikut to. Po, kasala. Se për sikur me konë kikirek. Kikirek, është shumë i mirë. Unë e përzi gjithë me gjallë, se edhe ka përbojjet e mira, i njëra protein. Qëfar e kikë, a ki veç kikirike ta? Këta është neutral. Këta s'ka shije heq, veç që e ka të vetën, ama unë ja kom qitë... I ki vas këtë qitë? Po, e mikser, gjallë pa gju, etnus puta, kom qitë një lukë, edhe kom përzi, edhe me këtu, se ja jep shijen, se... A këta ruan neutral, pa shije është. Pa shije për shkak se këtu me shije, tuja gjithë e kanë ekstra sheqer, shijet ndryshme, aroma, ekses, su i vinë trupit ato janë veç e dëmtojnë trupin. Amo, unë gjithë... Po, Allah të kof, po, je... Ti për shembull dikujnë ja kona me blueberry, me ekses, borovnica, se për arresht, më një përdin me borovnica e këtu kënejat, atë në sështë problem. Qysh dush të i vetë, po. Kësha posë edhe mi u falenderu shikus përgjithsi të tonëve që janë ka porositin të lisi për besimin që kene ndaj brendet se qaj besim mu ma mundësën mi bojë qëtu podcasta, mu ma mundësën me njek andrën tem, me lidhë sa ma shumë shqiptar, edhe është brendi për një drejtim në jetës shëndetshëm. është diçka e mirë, besoj që kena më rritë, që kena produktin e rive që janë analizë një herë, si të më këthejnë analizat për vitamin C-s, që kam në letër që kam drejt më shqitë këtu në Gjermani, ku me hi edhe vitamin C në listë produkteve. Faleminderit shumë. Qës ta kona? Jo, ko shumë e mirë. Elish, qës ta kona, mos e pëme zërë për kikirika, alo, kur s'ku mi me kikirika. Me kikirika i na mësu. Bashkë kërëm musafiri. Na kona ma shumë. A ke po? Në shpimi pas nuk i hajna. Nuk i hajnë, po. Po na të vështres në Mitrovicës, janë nxetë me qaj mi me qaj kikirika, shkon qoj pa diçka. Ja vërtet është. A kina i talent tjetër, man? Pa ti veç bëks ke po të njetën, a kina i talent? Jo, të zërit. Në ashtë që kësë bolu? Ja, ma i ka regji. Hua? Nice. Dhe me thonë, fora gji. E ka regji. Super. Ka pak, po. Po për tjera... Dët me konë. Tjera se në, që përtu ti, si kom provu. Mund me konë që kam në talent, po... Halo se kësë bolu. Mirë. Pak me bo shtel, qëtu sene, po. Po do të me kuptu dhe njerës që kur të kini pasion, do me arriti që ka do është 100% që aty, s'ka nej, do të me fokusu, si dhe mas në sport. Mu veç, në kur njës kësha mujtë, me të donë, që është para dhe kom postu një që jam falemderu në sponzora dhe në tonë, dhe në tonë njështë që më ka një mu dhe sot me orë në këtë pikë. Pa familjën të jam, që mas pari, që se kom posë kërkan heq, që në kanë të partë, që më kanë përkra, edhe gjithëherë kanë investu në mu, ose baba, nona, vllaznia, gjithë kanë investu edhe pare, edhe ku e tana i kanë investu në mu, adin për me shku për para. Tani mas tani janë orë sponsorat, adin i kum njeftu shok për që janë konë për fëmive, që janë konë shok që një kohë gjatë, tani kanë qelë firma, ne këne tani janë bo sponsora, që ashtu tani e ka mujt me lanë dhe kur punën, edhe mu komplet në sport. Qëtash, e kam një sponsor, e ka një Kim Montajë bau,
është në Landautena, edhe ajo është firmë që ndërton shtëpia. Firmë gjermane? Gjermane, edhe ata më kanë që më thonë, më kanë shti atë sikur punëtor, dhe që e marrë rrogën edhe përkrojnë për me shku me ushtru. Ta jepen hapsirën? Ma jepen hapsirën, po. Interesant. Kam edhe shqiptarë që më përkrojnë. Është familja Blenishti, prej Zigburgi, ata më përkrojnë edhe aje ka firmë ndërtimit. Ka edhe tjerë shqiptarë që më përkrojnë, më kanë përkrojnë, adin çdo herë edhe shqiptarë, po ma shumë të ka zu drejt, tujt, Gjermanët, Se të na e kanë Gjermani nuk e dënë shqiptarën, Gjermani nuk e dënë, këto nuk është e vërtet. Se ka shumë... Gjermana dojnë shumë njëve shqiptarë se na punëtor jemi. Adin na në çdo aspekt ka të shkojmë që ti tash ja ke nisë edhe me senet tua, me brandin, me këto suplimentet tua. Kjo është një, që me thonë, këtë djetë që je punëtor. Se pse se baj unë, ose dhe kusht tjetër këtë punë, se njëve nasha, që me thonë, si kena, jo për mundësit, po s'na shkon menja me i bo këtu sene, po ty të ka shku, ti ke punu, ki bo, ke vazhdu edhe qërtash orë projekti, orë produkti. Produkti, me të kalzun drejt, adin që është edhe aspekti njën e pja aspektive kryesor që kësha pos qef me këtë brand, edhe që kom pos njët me të vetë jashta kameres, po të ves këtu, që kësha pos qef unë si loj në sponsor, në ata mënyrën si sponsorat në ashtë të smëjt sponsoroj, po përgjësi gjatë periudës që ki ndeshje 3-4 mujë për para gjithë mund me të furnizu me supplemente që të me thonë edhe këtu supplemente janë tëna për ty, të me thonë një këpru ekstra për ty, se kam qef gjithë mund me të përkro në atë aspektin, se i vynë trupit. Jo, pa tjetër. Unë bash, së bezon, po bash një sponsor për qësi sene më ka doft, edhe se të ka dzohet, tjerat i kina bo, adin gati, tana që shdohet, tash që kjo është, që shtojnë, se di, a thojnë Gjermata, a thojnë edhe esencial, adin na dohen, pa tjetër na dohen pa tjetër këtu sene, po se trupi me ushtru 2 arditje, pa mu lindu, pa supplemente. Pa supplemente është për sportista, se shumisa njerëzve mundin me përdorë si shtesa, po për sportin profesional gjithë qyshgjim, se ti son hanë të nditin, po, që son e shprëndë. Duhet mi morë paka shumë për supplementeve, edhe tash, nësa të mecë mu, keme pas përkrohen Faleminderit, shumë respekt, keme pas përkrohen për meje, edhe Inshallah punojna gjithë mund bashkë në atë aspekt. Edhe kur vijnë produkte të reja kismet, soher tjetë patu veç më kallëzën. Ti the, familja gjithë ka përkron. Ka të na shqiptarët, pse peciku gjithë shqiptarët, se mu për mdhimet, edhe këj formati është për shqiptarë, si dhe mos për enin, edhe kam qef me ditë, ka shumë familje që nuk e përkrojnë fëmijët e vetë, se nuk e kanë atë vizionin e fëmijës, pikë spore, ose nuk ja kupton truni i gjeneratës vjetër që mund është për shembull me bë pare me diçka që në gjeneratën e tyre nuk e mujt me bë. E ti ke thonë ty të përkro familja shumë, sa e rëndësishëm është përkroja familjes. A i shekon, nëse nuk të kishim përkro familja që tu ku jenë atë aspektin që së të intereson atë përkrojnë, asë përkrojnë, unë e kom e bë temen, kom e bë bokser. A i shekon që tu, nëse nuk të kishim përkro. Kur? S'kishe pos shans, se ish duft me, që me thonë, ish duft me punu, ish duft nashta, kur si kish bo boba jem, edhe nona jem, kur si kish bo krejtë që sakrifica, në kohën në vetë, që i kanë bo për neve, kanë punu edhe kanë bo, adin që me thonë, kanë ecë për para, mos mi pas bo këta, unë kisha duft me bo. Unë kisha duft me punu, kisha duft asha me hitë dëkon në qerea, në ajsena. Kretë këtu që e kanë bo këta për njeve, na ka lecu jetën, që me thonë, na ka lecu jetën, po na ta zëpan mu nalë, po edhe na do të, që me thonë, mja u këthy me të mirë, me vazhdu, me shku për para, unë për vetë i thamë, unë pa familjën temë, s'kisha arrit atë ku jam sot. S'kisha pas, që me thonë, si kisha pos kushtet.
kushtet, se shumica ka boksira, tash unë apet po flas për boks. Po në çdo aspekt. Ka njerëz që e kanë talentin deri në maksimum, po se kanë buxhetin ose se kanë kohën, se kanë ç'më më thon, si kanë kushtet si kanë për me arrit ose për me shku përpara. Ç'ka problemi? Dhe tani i hub krejt vullneti, vullneti, thotë shkoj punoj 10 orë, 12 orë, e tani masane me ushtua një herë ose 2 herë. Unë që se kom ushtu, 3 vjetë kom ushtu, edhe jam konë bashkët, kom punu, edhe kom ushtu 2 herë në ditje. Kur visha në shpe, knockout. Po që ashtu kom ushtu edhe, nëse na e kom pas punën që shkojshëm në përbashtela, edhe ajo konë sponsori jem, Drytech, e ko e firma, e në i shtatit, shkojshëm në përbashtela në krejt Gjermoni. Dofke me vozit 3 orë, dhe punu aty tani një 2-3 orë, edhe apet më këtu 3 orë. Shto kom puna jonë. Thote, që më thonë, një 10 orë na kanë gjithë me, që më thonë, në punë. Dhe një 10 orë kina pas gjithë, edhe me vozitet ana, 10 orë kina pas. Po ata që janë konë pëndorë aty, e kanë ditë që une qaqilot jam, une për me vozit harroë. Se unë jam për çka i bjen për me vozit kerën, për ne është s'ka problem. Po, çka është më shumë se unë kam gjumi, se unë shumë i pej ushtrimeve, pej servitis, jam shumë i lodhë. Tani ata kanë ditë, ata më leshin me flejt, ku shkojshëm atje punojshëm, edhe për knej tani me flejt. Që shë thama herë, të vynja 2-3 herë në ditje në gjumë i shkurt, në gjumë i vogël, është i rëndësishëm. Është restart i trunit është. Qaja është. Unë gjithër e shoh veten, kur flejt, veç me konë 10 minuta, 15 minuta, me flejt, edhe kur s'flejt që me thonë, qas mirë, po, kur qonë tani, kretjet e njeri. Unë tani, qatër dojtë me janis me ushtu, direkt. Se tani apet lukon. Kur shkojshëm Kosovë, me kerë, edhe për shemë boba thëjke, kur dojke me flejt, për shemë nuk flejke, me i dikun me flejt, ta më në qysh dojtë, po thëjke veç të vozit një 10-15 minuta, veç të thejat barjere në gjumi, se u qoj këmoj grake apet së nike. Qysh po dhukte, 10 minuta 15 minuta, ta jep me i herë, ta këthen nivelin vend. Kur është qëllimi jotë, man? Kur është qëllimi kryesor? Më bo kampion botëror. Kampion botëror. Edhe... E taj? U kry me boks? A qysh? Më bo undefeated. Me mbrojt titlet? Me mbrojt. Soher? Unë e kisha pos qef, mi pos tana. Se janë 4 rrypa janë, transeshme që janë, mi pos 4 edhe mi mbrojt. IBF, VBC, VBO edhe VBA. Cili është për ty ma i rëndësishme? Unë kam qëtash kam këtë VBA Gold Continental, edhe tash qatonë që i kam mundësit, do të me mbrojt. Qëtash në shtunën? Jo, qëtash në shtunën, jo, po tjetër vit, kam kod dhe një tjetër vit me mbrojt. Unë kisha pos qef me pos këto të VBC-s, se VBC-a e një gjithë kosh, e ka posë edhe Mike Tysoni, e kam posë shumë tonë boksira, është shumë e njëfë shumë. Amerika ka që janë? Po, se veç me trajt. Unë duke veç Amerikës. Se si di unë... Unë s'mira shumë me... Organizime të këtë kush i ka po. Vitet i përshkojnë, qika i ka po 3 vjet, i ka po... Exhaust. Kime po falemderit. Kime po kësmet zotit që i banë edhe në fëmine, kime po sa shpejt shkojnë vitet, po shkojnë pa fëmi, se lemo me fëmi. Vallaj, po shkojnë pa fëmi, i bona. Në 3 lejtë dhe në gati i bona. Mu më duket, pej që këmë 23 vjetë. Umë vetë që njerëzit, umë thëshë njerëzit ku po shkojnë vitet shumë shpejt po shkojnë. Unë gjithari këmë thonë, mu s'po më duket që po shkojnë heq. Mu, që më thonë, shumë këtar po më shkojnë vitet. Kur i barë 25, pej që këmë 25, mo harro. Po da, po hinë edhe një rutinë diqysh tjetës, se kur je konë ma i ri, e ke përjetu do sene, je konë ma, ke po sene të reja, tash po hinë një farlej rutine, Unë qash kur e këmë shyrë, se me 13 e kam desh në ashme, në Stuttgart, kur e këshyra
telefonin në 10 orë. Qysh u ardhë I 10 orë. fluturoj. Shumë interesant. Nëse kishe posë 24 orë me jetu, qa kishe bo? Shumë pi qaj me familje. Në gjikën të Në gjikën të madhë. Kishe pi qaj me familje. Ko posa dosti në rushën, tha, isha mirë, veç që kisha bo një zjatha letera, video, kisha bo video për krejt antarë të familjes 24 orë, kisha përshëndet edhe herë, tha, edhe... Ja, me të kalëzu drejt, s'po di që më thonë. Kisha pos qef me nejt me shfrizu kohë me familje. Po, Veç me familje, se shumicë. për tjera sene kisha menu me qu edhe magat. Qysh me po diçka, me po. Qysh me zgot. Qka menon ti për sportin që është ka vjen kogja shumë në Kosovë, Shqipni, Kosovë, të shqiptarët përgjithësi, tash edhe UFC-ja o hi kogja shumë, jo UFC-ja, MMA më falë, se UFC është, MMA o hi kogja shumë, a thu është, qëfar ndikim ka për e një, a thu është nëj lojë shpetim, Mua, mas pare ku kom një për këtë sport, së më ka bëllë që heqë, se ku më thonë, si ku rogaqa, arena të në ka faza din, po tash që pesha që edhe shok, kam shumë shok që e bojnë atë sport, me të kazu drejt, shumë ja ka nisë më bëllë që sporti. Edhe nashta, mas do vite qysh, edhe në qysh ka shkruzu ti, kam qef në shaj edhe në mja nisë, din, se për me e komor dëshysh, pesha edhe që këtë bota është të ditë këtë sport. Sallat në Gjermani ka 60.000 shikus, po mushet salla, s'po ka më vena. Atë po lakmoj, qatë sport po lakmoj. Publicity. Po publicity, po më bo, jo i famshëm, po me kanë... Me kanë dikushi. Me kanë dikushi, po. Unë për vetë thamë, ky sport është shumë mirë, se unë vetë e kom po që shumica prej rinis ja ka nis me këtë sport. Ja ka nis edhe më mirë me një sport me tulli farë sporti. Veç më mirë me një sport edhe më hik për një rrugë. Qaj është të më përqimu që ja ka nis shumica me MMA. Për shojnë që mu duke që kjo është një arsye pse ja ka nis këti sporti, që thash që këtë bota është të këshu këtë sportin. Mund me konë që bosh i famshëm, bosh me publicity, edhe një që me thonë, je i mittelpunkt, që i bje mittelpunkt? Je në mes, je në qendrët vëmendjes. Qendrët vëmendjes, po. Po, është ashtu. Edhe mu në fillim nuk është që më ka pëlqy shumë, po me kalimin e kohës të e për cilë, kom po që është një artë shumë i mirë, edhe është një formë që dikush vjen pi boksit e bën, dikush vjen ma pi kickboksit, dikush pi jiu-jitsu. Kur si diet, kur ka forcën, edhe që ajo më pëlqen. Ama pet me krahazu me boksin duket ma i paq në atë aspektin që është ma estetike për sy më duket. Po, qështë është. Edhe cila është përmendimi jut sporti ma i që përfiton ma shumë ti në rrugë, kur të rrehesh. Për shembull, i kam dy sporta. Boksi edhe wrestling. Këto dyja janë, se unë kursare në Qiqenë më ka thonë, se edhe Qiqenë janë shumë të fortë në... Po, e kanë kulturë. E kanë kulturë, po. Qiqenë edhe na shqiptarët, jemi kogja një, që më thonë, e kena krytë njëjtë, po. Se ata janë... e dojnë me shpirt kombin e vetë, edhe janë... Atëdhëtor, po e vërtit. Atëdhëtor, edhe e kanë edhe ata që se kombin besin. Besnik, po. Janë besnik, adin kur ja jep dorën, normal shkel. Ka të, adin, si një gjdo, si që më thonë, si një gjdo komb, ka të një farë do lëvërgjia. Normal, ajo. Po, ajo është normal, po mi këshu shumicën, janë shumë njerës të mirë, adin. Të me thonë wrestlingu edhe boksi? Wrestlingu edhe boksi. Se njani më ka thonë njëherë, si ti mund që ato dyja, adin si me thonë, si ti din që ato dyja, po, para shumë, ka thonë, s'ka mo njërë që, se adin me tonë nga të kopë.
Pes larke. Kickboxi, do të thonë kickboxi se i ki kom të gota, apo me kickbox do të me konë këgja i shpejt e këgja mirë për me rrëg dhe kanë se boxi është më i shpejt se koma. Unë shpesh ku po shparing, edhe mund me konë që ka në kickboxer, se unë vetë ushtoj me kickboxera, që rrejnë në Glory, edhe që është një organizatë më e madhe në botë. Kur bojmë në shparing, ata janë në box shumë mirë. Po kur bojmë shparing, edhe ka nërboj edhe me ta kickbox shparing, po si ti hiu në shpejt mrena, e s'ko që anë banë mo. Edhe mund me konë që është në njënë në kickboxer që ka në stil tjetër adin, që mundet me mbo në isen, po eksperiencën që kam unë me kickboxera, që një boxer që është që ka në kry, që më thonë, që si tutet shkelmes ose dhimbjes me dra edhe me dhim në isen, atë s'ka shansë në ma kickboxeri. Unë po thamë për vete, menimi jem është. Po dhe mendimi jem është se ti si bokser e redukton distancën me herë edhe më me komaj e ka zërë edhe boksi është mangat ftyre. Dhe me thonë është ma i shpejt është edhe wrestlingu, qyshe me në qatë mendime ka me thonë, qëtu dyja jënë esenciel nëse do më rrejnë rrugë mi ditë, se për shemull na s'doj më rrejnë rrugë. Jo, veç edhe në kështu me interesoj mendimi jotë, se si bona në ato sene, po kështu të thëmë, vjen shumë shpejt të kopja, për me mbrojt vetë vetën, aspekti është me mbrojt vetë vetën, shumë shpejt mundet me orë me të kopë ose diçka dhe më në shvidzën senet. Unë e kam njetë se të nanë, kur jetojnë në këtë Gjermani, në Landau, është një trener shumë i mirë, e ka edhe një sportist që është një UFC, është një Gjerman, që është një UFC, gjysë Gjerman, gjysë Amerikan, dhe aje është i Garmasojmit. Të qaj, trener, po kam qef me shku në ashta edhe me mësu grappling, edhe me mësu që me thonë për... Kemi pas benefiti edhe për boks? Ato njerës... 100%. Ato duhet me ditë që njerës s'është të thonë veç me boq ato për me boq ato, po të ishe benefite. Gjdo sport, që ata bëjë edhe sportet ndryshme, gjdo sport ka magjinë e vetë, i ka përfitimet e vetë. Wrestling e ki mesin shumë do të me pas të fort, se kim shumë shtrengime, është në sen që përfiton për isojna, kickboxing përfiton për mobilitetit që e fiton. Shumë të në mi bo ka pak? Po, është të në mi bo ka pak. Unë për vetë që të dyja i preferoj edhe kam shumë qef, se i kam edhe shumë, edhe që bojnë kësi grappling, edhe qëto sporte, që aja më pëlqen shumë. Unë për vete, kur e lo, me di që e lo boksin, kësha po qef me hinë MMA. Qatë pyti da është ta me ta bo, se dhe në kështë po nëse kështë e lo boksin? MMA, shumë më pëlqen, po. Edhe se këtu, që me thonë, boksi është ma e rëndësishme. Boksi edhe mu përgjatë, që me thonë me wrestling. Që dyja, po boksin unë e di mirë. Ta është me mësu edhe wrestlingun, kogja mirë edhin, edhe ka pa kickbox, edhe me kam në ashta, atë bona një, që me thonë, një sistem komplet. Edhe një i kompletum, MMA fajta sportist i komplet, kompletum, qysh dohet. Qysh dohet me kom. Në MMA e ki edhe shumë me kom. Do të më rujt komve, se ka herë kur po fluturojnë, do ki ka, po të qojnë pësht. Ku është e vetën në 5 vjetë? Për pos... Biznesmen. Investima, ne. Jo me investu për nështë me qenë në i firma, dërtim në i sen. Vlovi jam e mirët me nëzemje, me gasë, me uje, me qëse, ujë sjelës. Që të e kina njetë kësë me tjetër vitë. Me bodi shka? Me bodi shka, po. Në i shkollë sportit se kështë paramenu vetën dikur në... Njerë ju, njerë. Ku jena në qitë... Mahajnës, në Karlsru. Mahajnës, po. E falenderojna që e kena mundësin këtu me bojë gjerimet, është venin që është rënë fantazi studio, s'kom po që si studio me të kalzun drejt, ka që mirë, ka që shumë sene. Ashtë për në Gjermoni, më do këtë ale asu në s'kom po, edhe në gjithë kalë ku jam konë, Berlin, në gjdo studio ku është në Gjermani jam konë, po sa ka që ka po këtë të njëri jam. Shumë interesant. O shumë e ka këtë në zemër, kësë parë për pare, këtë sportin,
ka shumë pak trajnera në Gjermani, po flas për Gjermani tash, që e bojnë këtë sport pa edhe në që me thonë... Për dashnis. Jo për përfitim. Për fitim. Se unë shpesh jam e kom provu në i trajnera në sen, te e pa ishe që aje veç për pare të shtan. Aje veç vetë ka, ku janë pare, kështë, ne, këti si interesant porja. Po të edhe kërën priti, asë që diti kush jem lame i, se pas problem... Shumë interesant është, për njëri me karakter të mirë, se këna donë se kërën me nga pas fëmi, se me konë djali ti, nga donë, edhe kur për pare në setë svetë, e këti ki qef mi donë pare... Pa javanu e pa... Pa javanu e pa kur gjë heqë, ashtë, se... Ka shumë shkolla që jenë zërshme vërtetë. S'kom po hale, unë përkazoj drejt, s'kom po hale të njerë si kë. Jo për që është karakterin e ka shumë mirë, edhe ka zemrën e mirë, edhe është të qysh sikur me konë, jo bab, po në qatë rrugë. Po, sikur me po bat. Si bat. Për fundim kësha pas qef njëherë me të falenderu ty që i ke marrë pjesë në podcastin tem, që i ke gjetë kohën, shumë falenderit, ke vlen për mu shumë, besoj që edhe shumë njerëz kanë me nëzirë pisojna përfetime në atë aspektin, drejtimin e vetën, sport e dioni, edhe si në fund kësha pas qef tin kamerë me dhonë një frymëzim për shqiptarët, për rini, për një mendim që e ki, që... Njëherë të falenderoj edhe ty që e orë, edhe që ja ki nisë me këto podcastes, edhe pe teje shumë nga shqiptarët kina me, që me thonë, kina me arrit, besoj që kina me arrit edhe shumë analt, dhe që na shojnë edhe rinia, po edhe tjerë që shojnë që njemi të vazhdu edhe në këtë aspekt me podcaste, edhe respekt dhe shumë. Shumë falenderit. Që e bani një sen, në gjdo aspekt, ose në sport, ose në punë, ose për jo thamë në gjdo aspekt, jep një gjithë 100%. Edhe mos e ngani dhe kanë që jo thët juve, mos e bakto, ose je le se kjo ide së është e mirë, po që e ki në kry, bane.